Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fillimisht Allahun e madhëruar e falenderojmë, prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë, kënda uzon Allahu Azza wa Jall në rrugë të drejtë, në rrugë të vërtetë s'ka kush që humb. Dhe kënda Allahu subhanahu wa ta'ala e lënë humbje me drejtsinë e tij absolute, nuk ka kush që uzon posti. Dëshmoj dhe deklaroj që s'ka zot që meriton të adhurohet përveç Allahut. Dëshmoj dhe deklaroj që Muhamedi alayhi salatu wassalam është rob dhe i dërguari i tij, paqja dhe mëshira e Allahut qoftë mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, shokët e tij besnik dhe fisnik, dhe mbi të gjithë ata të cilët e kanë pasuar dhe vazhdojnë me pasu me të mira deri në ditën e gjykimit. Të nderuar dhe të respektuar dëgjues, sot me lejen e Allahut të lartësuar, kena me i ndërthur disa tema të cilat i ka vequar Imam Tahaviu në metnin e tij, e do të mundohemi në një ligjërat të përkufizojmë të gjitha. Pikë së pari, Imam Tahaviu rahimahullah ka thënë, nuk llogaritet se ka besu në shikimin e Allahut në xhennet ai që me iluzionet dhe imagjinatën e vet se mendon se shikimi do të jetë në formën të cilën ai e mendon, ose ai person që e interpreton sipas ndonjë interpretimi tjetër. Pra, nuk llogaritet ai person që ka besu tamam në shikimin e Allahut në xhennet, nëse atina i jep atij shikimi i jep interpretim sipas imagjinatës së vet. Ka se nuk është e lejuar që të pretendoj që ndonjëri prej krijesave të tij të interpretoj shikimin në Allahun e lartësuar. Nga se Allahu subhanahu wa taala na i ka tregu që nuk është e mundur. Edhe në Kur'an, edhe në Sunet na ka tregu që nuk është e mundur të shihet Allahu në këtë dynjë. Andaj, edhe si të mund të përkufizohet shikimin e Allahut Azza wa Jall, apo si mund të imagjinohet shikimin e Allahut Azza wa Jall, ku mendja e njeriut nuk mund ta përkufizojë. Ashtu siç ti e mendon atë, Allahu është krejt të ndryshe. Andaj, ne themi se Allahu subhanahu wa taala shihet në xhenet, dhe as nuk i japon formë atij shikimi dhe as nuk i japon interpretim. Kush supozon se Allahu Azza wa Jall do të shihet në këtë apo në atë formë sipas iluzioneve të tij, ai vetë se ka rënë për ngjasim. Çka do të thotë se e kanë përgjasuar Allahun subhanahu wa taala me krijesat e tij. E dihet se na ka treguar Allahu i lartësuar në ajetin kuranor që e kemi përmendur edhe më herët, Allahu subhanahu wa taala thotë: "Leysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir." Asgjë nuk është i ngjashëm me të. Ai është i gjithë dëgjuesi dhe gjithë shikuesi. Mu'tazilët, vëllezër të nderuar, e kanë mohu shikimin e Allahut subhanahu wa taala në botën tjetër, nga se kanë pasur frikë se mos po binë për ngjasim. Andaj ne themi se Allahu subhanahu wa taala do të shihet, mirë po nuk e dim formën dhe mënyrën se si do ta shohim Allahun subhanahu wa taala. Pastaj Imam Tahaviu e ka thënë se cilësitë e Allahut nuk interpretohen. Pra, s'mujna me interpretu na cilësitë e Allahut Azza wa Jall. As nuk mujna me mendu se si është cilësia e Allahut subhanahu wa taala. Andaj prej neve kërkohet dorëzimi në çështjen të cilën Allahu e ka përmendur për veten e tij, dhe ja lën gjithë çështjen Allahu subhanahu wa taala. Nga se edhe kjo është parimin të cilët është ngritur ehl suneti, edhe është parimi bazë i muslimanëve. Dhe i shmangemi mohimit dhe i shmangemi përngjasimit. Dhe nuk ka arritur ta madhroj Allahun subhanahu wa taala nëse e ka mohuar cilësinë të shikuarit të Allahut të lartësuar, apo i ka dhënë interpretim të shikuarit të Allahut subhanahu wa taala në xhennet. Andaj, vëllezër të nderuar, ne themi se do ta shohim Allahun subhanahu wa taala edhe në ditën e gjykimit, edhe nuk e mohojmë këtë shikim në Allahun e lartësuar, se si do të jetë shikimi në Allahun e lartësuar, Allahu e di më së miri, mirë po ne si ahl sunna wal jamaa jemi të obliguar që ta besojmë atë të cilën e ka thënë Allahu dhe i dërguari i tij, dhe kjo është rruga e vërtetë, tariqul mustaqim, dhe çdo rrugë tjetër jashtë kësaj rruge është vetëse në devijim dhe në humbje. Dhe sigurisht që kjo është akidja e pejgamberit alayhi salatu wassalam, e sahabëve dhe gjitha gjeneratave të mëvonshme, duke i përfshirë edhe 4 imamët e mëdhenj, Allahu i mëshiroft të gjithë.
Andaj edhe Imam Tahaviu e ka përshkruar dhe ka thënë: Zoti ynë është i cilësuar me cilësitë e njësisë dhe i përshkruar me atributet e njëshmërisë. Askush nga krijesat nuk është me këtë cilësi. Pra, me këto fjalë të shkurta, ky autor, Imam Tahaviu, e ka përkufizuar dhe i ka radhitur aq bukur dhe në një rinj të shkëlqyer me 3 fjali, të cilat e para e bën vërtetësinë e Allahut që është një i vetëm, ndërsa e dyta është mohimi i ortakrisë dhe njëshmërisë me të. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala na i ka zbrit një sure e të cilit është surja e sinqeritetit, El-Ikhlas. Pothuajse të gjithë muslimanët e dinë. Është surja e të cilet ndërthur në vete tauhidin e Allahut të lartësuar, ku Allahu subhanahu wa taala thot: Qul huwallahu ahad. Thuaj, ai, Allahu është një. Allahu samad. Allahu është ai që çdo krijesë i drejtohet, i mbështetet për çdo nevojë. Lem yelid wa lam yulad. As ka lindur kë dhe as nuk është i lindur. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dhe me të askush nuk është i barabartë. Pra Allahu subhanahu wa taala në këtë sure e ka përshkruar veten e tij. Në këtë sure e ka përshkruar tauhidin. Andaj askush nuk i përngjon Allahu subhanahu wa taala dhe ai është i pajisur me cilësitë e njëshmërisë. E losë Allahu subhanahu wa taala që Allahu i lartësuar të na forcoj në tauhid, që të na bëj që ta shpërndajmë dijen e pastër dhe t'i përmbohemi kësaj deri në fundin e jetës së kësaj bote. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.